të moshatare, zani në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe muji. Unë ju falenderoj shumë. Është e vërtet që televizioni shqiptar të Amerikës i ka ndjekur aktivitetin në përgjithësi të Marrësisë së Madhe në kuadrat e emisionit është mision Marrësia e Madhe Pllave Thesar, dhe aktivitetet tuaj kanë zënë një vend shumë të rëndësishëm, edhe pse ne nuk kemi marrë pjesë aty, ne i kemi marrë materialet, i kemi transmetuar këtu për shikuesit, por të falenderoj shumë për këtë gest fisnik që bën, dhe të premtoj se televizioni shqiptar të Amerikës do të jetë vazhdimisht jo vetëm për aktivitetet tuaja, por për gjithë aktivitetet që bëhen me vlerë kombëtare shqiptare. Nga ana tjetër, do t'ju them, duke mbyllur emisionin, do t'ju them se ishte një nga emisionet shumë të rëndësishme të televizionit shqiptar të Amerikës. Ishte i rëndësishëm pasi jo vetëm se televizori fitoi një vlerë të shtuar për vlerat kombëtare shqiptare, por me të gjitha ju vini dhe një zonjë e mrekullueshme që i keni dhënë dhe vazhdoni të jepni një mësim, një shuplak jashtëzakonisht të rëndë institucioneve shqiptare, kulturës dhe të trashëgimisë kulturore, pasi pa kujdesin e tyre, juve keni mbledhur, keni ruajtur, keni zhvilluar dhe po zhvilloni aktivitete me shumë vlerë dhe keni hyrë në historinë e Shqipërisë, dhe edhe unë isha i privilegjuar që ju kisha ftuar sot. Faleminderit. Dhe të falenderoj shumë. Faleminderit ju. Respekt e suksese. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe Zoti ju bekoft, edhe paçi jetë gjatë në aktivitetet tuaja. Do ta them dy fjalë për shikuesit. Jo vetëm për zonën tuaj që t'jenë krenar me punën që ju e keni bërë, pasi jeta ka hallet e saja, do të bash familjen, do të punosh, dhe që të punosh në mënyrë vullnetare, të punosh pa para për të sistemuar një vlerë kombëtare shqiptare, nuk ka nevojë për fjalë, ju jeni një pasuri e kombit ton dhe qofshi jetë gjatë. Tani juve keni aktivitete edhe në të ardhmen, keni bërë dhe hulumtime në fushat të ndryshme, ju hap mundësinë, kamera për ju, çfarë do të thuash shikuesve të televizionit shqiptar të Amerikës dhe veçanërisht këtyre që jetojnë në Amerikë, pasi kanë mundësi, morën informacione, e panë se kush jeni ju, dhe kanë mundësi që t'ju ndihmojnë për çdo aktivitet, dhe kanë besim të plot, shumë qetë, shumë lehtë do t'ju ndihmojnë. Edhe televizioni ton do të pari që do të suportojë edhe personat që do merren me këto punë, edhe ju vazhdimisht. Bile, e lash për në fund, ju jeni korespondente dhe gazetare e disa mediave tjera, nëse gjeni hapësirë, unë ju ftoj qysh nga muaj që fillon tini dhe një bashkëpunim me juve, pasi unë do të ndihem shumë i nderuar i privilegjuar të punojmë së bashku. Faleminderit, e vlerësoj shumë. Ndihem shumë e privilegjuar për këtë ofertë, por aktualisht unë po mbaroj studimet e larta për trashëgimi kulturore, domethënë është një cikël studimesh tjetër, domethënë pas universitar, dhe është për trashëgimin kulturore. Dhe këtë e bëj për të marrë një gradë shkencore, dhe ato prodhimet që të jenë tani e tutje, qofshin të shkrume, qofshin materiale filmike ose investime në përsa i përket të mbrojtjes trashëgimisë kulturore të Malësisë së Madhe e jo vitëm, sigurisht edhe kryesisht për Xhubletën, dua që ta kenë një gradë shkencore në mënyrë që të mos abuzohet me të, e them me keqardhje, të mos abuzohet me të akademia e shkencave deri në momentin që unë kam hyrë në këtë betej, e thënë më qartë, pretendonin që Malësia e Madhe është Kelmend dhe Kelmendi është Malësia e Madhe. Xhubleta është e Kelmendit. Dhe kjo është shumë e dhimbshme, sepse Xhubleta e Malësisë së Madhe është identike në të gjitha malet e Malësisë. Ka vetëm 3 tipologji xhubletash, Malësia e Madhe është kudo kushtrihen malësorët e Malësisë së Madhe, kudo, edhe në diasporë.
Dhe ajo që e them me këtë qartë sepse unë jam shumë modeste kur bëhet fjalë për të kërkuar diçka, po nuk kërkoj asnjëherë për vete. Ëndra ime dhe emergjenca ime është digitalizimi i diebërjes xhobletës. Sot e shohin si një mjet nga që ka hyrë në UNESCO, Ministria e Kulturës jep shumë fonde, por për fatin e keq ato fonde nuk shkojnë në duart e atij që duhet me investu, sepse sot të punosh me teknologji, ju dini fort mirë që duhet të jenë mjetet më të sofistikume që kërkojnë para dhe nuk bëhet nuk mund të kalohet me mjete modeste dhe ato kushtojnë. Dhe unë të vetëm gjë që dua nga shqiptarët, pjesën tjetër e realizoj vetë. Vetëm digitalizimin e diebërjes xhobletës. 5 herë e kam qenë në institucione shqiptare, në Bashkinë Malësi e Madhe që po e nis nga më e afërta, e kam qenë në Ministri të Kulturës 3 herë dhe një herë e kam qenë në Qarkun e Lezhës dhe nuk është miratu. Dhe buxheti kapet jo më shumë se 25 milion lek. Pra i gjithë struktura e diebërjes xhobletës, gjithë ecuria që duhet patjetër të bëhet, jo se e kërkoj vetë se kam qëllimin të realizoj diçka, duhet me çdo kusht të ruhet kjo diebërje. Gjeneratat që po vinë kanë nevojë që ta shohin, ta kuptojnë, kur të realizohet, të interpretohet me imësi puna që duhet më bë për të realizuar. Është një pasuri e jashtëzakonshme për ne që jena bartës të saj, por edhe për krejt shqiptarët, për krejt troje shqiptare, për identitetin kulturor tonë. Dhe kjo është e vetmja gjë që unë do të kërkosha kushdo që ka një mundësi. Sigurisht, më herët kam kërkuar të kem institucionet primare, për shkak se ajo duhet i përkas shtetit shqiptar. Për sa kohë shteti shqiptar ka plotsu dosjen dhe ka çuar në UNESCO. Por kjo tashmë duhet të i ketë një mbështetje nga, si thuaç, persona juridik se që janë shoqatat. Vetëm në këtë formë mund të realizohet, ose nëse dikush don, si thuaç, të bëjë një donacion të tillë, duhet ta kuptoj që ai do të jetë primar si producent për realizimin e këtij materiali filmik, i cili do të mbetet si një nga investimet më me vlerë për sa i përket trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore të vetë malësorëve, e jo vetëm, se tashmë është shqiptare, është botërore, është gjithçka. Unë të falenderoj shumë, edhe kërkesa që u bët nuk është vështirë ta dik edhe më si televizion, por duke qenë se është vlerë kombëtare, i takon çdo shqiptari që të bëjë një ndihmë së tillë, por do të influencoj, do të gjej një grup që t'jenë nga zona e Malësisë, që ta kenë autorsinë vetë malësorët, edhe mendoj se së shpejti do të realizohet. Në të vërtetë, ajo është një punë shumë e vështirë, është një investim në kohë. Nuk janë vetëm kamerat e domosdoshme, është një investim në kohë dhe të mendosh që po marr vetëm një element, lamjen e leshit, që është gjëja më e thjeshtë, është shumë e sofistikuar me mënyra se si duhet mu la, dhe sa detajet mund vetëm në këtë aspekt, ndoshta mund të jenë rreth 1 orë filmim. Po ne investojmë gjëra të tjera që s'kan vlerë ajo për këtë. Unë them se do të arrijë, ndoshta se kanë ditur shikuesit, unë do të avem numrin tuaj të telefonit poshtë, edhe të shoqatës, do të kontaktojnë shqiptarët absolutisht. Të falenderoj shumë. Të falenderoj që ishin në bisedë Historia Shqiptare, je një zonjë mrekullueshme, je një intelektuale e veçantë, një historiane, etnologe, studiuse, do të thosha nga më të mirat që unë kam kontaktuar gjatë tyre viteve në Shqipëri, ose do thosha e veçantë, sepse të tjerët janë institucionet paguan dhe se bëjnë punën, ndërsa juve jeni në mënyrë individuale, pra me iniciativën tuaj keni bërë këto mrekulli, dhe shembullin tuaj do ta ndjekin të gjithë shqiptarët kudo ku janë, pavarësisht ku jetojnë, pasi kanë mundësi që të ndihmojnë e të japin diçka për historinë shqiptare, jo në fusha të ndryshme siç ata kanë mundësinë. Të falenderoj me shpresë, me zipres të kem përsëri në një bisedë tjetër, dhe pse jo me kronikat që do të na sillni në Shkodra jon Loce. Me kënaqësi të falenderoj dhe
Njëkohësisht jem shumë e privilegjume që më krijoni hapësira të tilla, Absolutisht. tepër sepse media është ajo mjeti i komunikimit me secilin që ka nevojë të zgjohet në ndërgjegje për etnitetin e vet, për vlerat e veta, sepse çdo njeri në këtë jetë ka ardhur me një mision dhe ne duhet ta përmbushim misionin ton. Unë për shikuesit do ta ndaj dhe një diçka, shikues nderuar, gjithmonë japim 24 orë në 24 orë nëse televizion japim. Pasi japim promovimet e Komunitetit Shqiptar, vlerat e Komunitetit Shqiptar, edhe ndihemi përsëri shërbëtor që do të punojnë dhe në të ardhmen, por ndonjëherë ndihemi dhe mirë kur krahas librave që na arritin njohurit, japin dhe mirënjohje, edhe unë do ta lexoj vetë, pasi duke lexuar këtë më marr më shumë energji, motivojmë më shumë dhe nuk dua t'ju them juve me atë rastin në neve, por respektoni punën e të tjerëve. Dhe kur keni mundësi, edhe falenderojni, edhe me mirënjohje. I jepet, po t'ishte private nuk do ta lexoja, por është për televizionin, shoqata kulturore Xhubreta e Alpeve Shqiptare, antar nderi i shoqatës i jepet Alp TV-USA. Me motivacion për mbështetjen mediatike të pasqyrimin e aktivitetet të shoqatës, si dhe të lobimin në thirrjen në sensibilizimit për mbrojtjen e Xhubretës dhe dieblerjes së saj. Kryetare e shoqatës Xhubreta e Alpeve Shqiptare Rita Shkurtaj, sekretare Angela Shkurtaj, dhe ju falenderoj dhe ju për vëmendjen. E falenderoj në emrin tuaj zonjë Rita Shkurtaj, me shpresë që të kemi sa më shumë Rita Shkurtaj, por ta kemi edhe përsëri të ftuar. Ju falemderit dhe shikojmë në emisionin e radhës Historia Shqiptare. Shumë falemderit ta. Më mëdheu. Më mëdheu. Quhet tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë, ku më nje, dhe guri thatë. Ku kam pasur shtëpinë, ku kam njojtur Perëndinë. Çüş